Ky video të gjeti ty për një arsye, jo rastësisht, jo kot, po sepse Allahu deshi që këto fjalë të arrinin ty sot. Ndonjëherë Allahu dërgon një kujtesë vetëm një herë, të mpret, të papritur dhe të paharrueshme, vetëm për të kthyer në rrugën e duhur para se të largohesh shumë. Ky video është ajo kujtesë. Ky moment është ai alarm zgjimi. Dhe e pasotit nuk duhet më kur ky paralajmërim. Diku brenda teje, ti e ndjen, diçka ka filluar të rrshas. Një zakon që ke injoruar, një namaz që ke shtyr, një errësirë nga e cila ke tentuar të ikësh. Allahu i sheh të gjitha, jo për të ndëshkuar, por për të kthyer para se zemra jote të ngurtësohet, para se distanca të bëhet shumë e madhe, para se pendimet të bëhen shumë të rënda. Jeta ka lëvizur shpejt dhe ti e rehatuar në mjegull, por rehatia është e rrezikshme kur të mpin shpirtin. Allahu dërgon kujtesa të tilla vetëm kur ende do pranë ti, kur ende beson në kthimin tënd. Dhe një kujtesë nga Allahu është mëshira më e madhe e maskuar si shqetësim. Gjo me vëmendje. Ky mesazh nuk është këtu për të trembur, është këtu për të dëgjuar, sepse kurthi më i madh që përdor shejtani nuk është mëkati. Është bunesa. Më vonë. Asër. Kur t'jall gati. Por e vërteta është se shpirti yt është gati tani. Zemra jote po dëshiron të kthehet tani. Jeta jote ka nevojë për një ndryshim tani. Nuk ke nevojë të transformohesh brenda inake. Nuk ke nevojë për përsosmëri. Allahu kurrë nuk ta ka kërkuar të. Ai ka kërkuar përpjekje të ndershme, të vazhdueshme, të sinqert. Ai ka kërkuar një hap që të mund të nxitoj drejt teje me 70. Ai ka kërkuar lëvizje, jo mbrikuni. Dhe ky është momenti i asaj lëvizjeje, momenti kur vendos që e kaluara jote nuk të përcakton, që gabimet e tua nuk të burgosin, që vlera jote nuk matet nga bota, por nga gatishmëria jote për të ngritur sërish. Allahu ka fal njerëz që kanë mëkatuar më shumë se ti, kanë qarë më pak se ti dhe janë lutur më pak se ti. Mos e nënvlerëso fuqinë e kthimit tënd. Mos e zvoglo peshën e Astaghfirullahu den kan. Mos mendo se duat e tua nuk dëgjan. Kur Allahu do dikë, ai dërgon stuhi për ta zgjuar, bekime për ta udhëzuar dhe kujtesa për t'ia zbutur zemrën. Ky video është të trija bashk. Nga ky moment e tutje, lejoje jetën tënde të kthehet drejt Allahut. Le të fillojnë ditët e tua me mirënjohje, hapat e tu të udhhiqen nga qëllimi, veprimet e tua të mbështeten në sinqeritet. Bota është e zhurmshme, po shpirti yt e di çfarë i duhet dhe i duhet Allahu më shumë se çdo gjë tjetër që ndjek. Lejoje këtë video të gjej një herë, vetëm një herë. Le të trondit, të frymëzoj, të ngrej lart. Pastaj le të bëhet kujtim një ditës kur vendose të ndryshosh. Një ditë që Allahu të zgjodhi ty, një ditë që zemra jote u zgjua, një ditë që u ktheve sërish në ngrohtësinë e mëshirës së tij, dashurisë së tij dhe mbrojtjes së tij hyjnore. Uroj që kjo të jetë kujtesa që nuk do të duhet më kurrë. Le të jetë ajo që e rishkruan fatin tënd. Le të jetë ai momenti kur zemra jote pushpërit, po kthehem o Allah, dhe jeta jote fillon të ndriçojë me qartësi, qëllim dhe paqe. Mbaje mend këtë, kur e zgjedh Allahun me sinqeritet, gjithçka tjetër në jetën tënde fillon të ndryshojë bukur. Uroj që kjo të jetë pika e kthesës ku një ditë do të shikosh pas dhe do të thuash, ai ishte momenti kur gjithçka ndryshoi.